Unë detyrën që më është ngarkuar mundohem ta kryej me zemër dhe me përkushtim. Po nga ana tjetër nuk është vetëm shkolla Beslia, ne një shkollë me drejtim muzikor kemi edhe shkollën Prengjakovën në Shkodër, që është një ikonë e kulturës. Por shkolla Beslivja ka një histori disi të veçantë sepse brenda një periudhe shumë të shkurtër ajo është kthyer në qendrën e rëndesës të komunitetit ligjan për sa i përket zbulimit, promovimit të talenteve të rinj. Mrena pak viteve, të gjithë ato të cilët realisht u bën bashk për të hapur shkollën Beslivja, që për mua është vijuese i një shkolle tjetër me drejtim muzikor që Lezhë e ka patur para viteve 90 dhe këtu është fjala për shkollën Gjegjfishta. Unë nuk kam qenë thjesht pjesëmarrës në aktivitetet e shkollës Beslivja për shkak të pozicionit që unë kam, por unë kam marrë pjesë në këto aktivitete edhe si qytetar, kam marrë pjesë edhe si prind, dhe nga ana tjetër gjithmonë e kam inkurajuar kolektivin e shkollës Beslivja për të vazhduar më tej, sepse me punën që bëhet aty, unë jam i bindur që shkolla Beslivja në një periudhë shumë të shkurtër do të jetë një shkollë lider